Shoqata Elnet, e cila ka zyrë në Gjermani, lobon për qeverinë e Netanyahut. Mbi 100 deputet gjerman kanë udhëtuar me shpenzimet e shoqatës, e cila ka kontakte me kolonët dhe mbështetësit e Donald Trumpit. Në fillim të gushtit, kancelari gjerman Friedrich Merz njoftoi kufizimin në dërgesa të armëve për Izraelin, një hap që, sipas sondazheve, gëzonte mbështetje të gjerë në popullat, përfshirë edhe tek kristian-demokratët, por nga radhët e vetë partisë shpërthyen kritika. Po atë ditë, politikani i jashtëm Stefan Meyer, CSU, e qortoi Merzin në gazetën Bild, duke thënë se ishte detyrë e gjermanëve të qëndrojnë pa ekuivoke në krah të Izraelit. Edhe më i drejt për drejt ishte Carsten Müller, CDU, kryetari i komisionit juridik. Ai në X dënoi vendimin tepër të gabuar të qeverisë federale me ashpërsinë më të madhe. Reagimeve nga Unioni kundër kreut të partisë Merz u kishin paraprirë deklarata të ngjashme të organizatave pro-izraelite, si European Leadership Network, Elnet. Kryetari i saj e quajti kufizimin tani më të hequr të dërgesave një dështim ndaj vendit partner, nga i cili Gjermania vetë furnizot rregullisht me pajisje ushtarake dhe shpërndau po atë ditë postimin e Carsten Müllerit. Jashtë Bundestagut, emri i Elnet është pak i njohur, por në vitet e fundit, shoqata është shndruar në një aktor të rëndësishëm të marrëdhënieve gjermano-izraelite, edhe në fushën ushtarake. Ekziston një sër organizatash që duan ta mbrojnë Izraelin nga presioni ndërkombëtar dhe për këtë arsye po veprojnë gjithnjë më intensivisht me burime financiare gjithnjë më të mëdha, ndërkohë që ushtrisë izraelite i ngarkojnë krime të rënda lufte dhe qeveria e Netanyahut minon strukturat e shtetit ligjor. Në këtë panoramë hyn edhe shoqata Elnet. Organizata ka zyra në Bruksel, Paris, Londër, Rom, Varshavë dhe Berlin, si edhe në Tel Aviv dhe New York. Para politikanëve izraelit, Elnet e përshkruan veten si homologun europian të AIPAC-ut, lobit izraelit më të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mesin e vitit 2025, zyra gjermane e Elnet listonte 13 të punësuar. Sipas regjistrit të lobimit, Elnet shpenzoi mbi 1 milion euro vitin e kaluar për përfaqësimin e interesave në Bundestag. Ashtu si shumë grupe të tjera lobimi, Elnet dërgon dokumente pozicionesh, fton në mëngjese parlamentare dhe mban kontakte të ngushta me deputet dhe stafet e tyre. Një rrjet kaq i gjerë me vendimmarrës kaq të rëndësishëm nuk shihet çdo ditë, thot Timo Lange nga Lobby Control. Veçanërisht bie në sy roli i Elnetit në organizimin e udhëtimeve për zyrtar gjerman në Izrael, ku në program janë takimet e drejtë për drejta me përfaqësues të politikës, ushtrisë dhe industrisë. Imazhi i Izraelit që përcillet gjatë këtyre udhëtimeve është larg kritikës. Edhe politikanët e Unionit, që kundërshtuan ashpër ndalimin e dërgesave të armëve, kishin marrë pjesë në këto udhëtime. Carsten Müller udhëtoi me Elnetin në vitin 2019, 2022 dhe 2024, Stefan Meyer në vitin 2024. Meyer madje ka folur 2 herë në konferenca të organizuara nga Elnet. Pyetjes se sa politikanë marrin pjesë në udhëtime dhe kush i financon, Elnet nuk i përgjigjet. Sipas një lumtimi nga Abegor Neten Watch, vetëm në mandatin e fundit 51 deputet kanë deklaruar se kanë udhëtuar në Izrael me shpenzimet e Elnetit. Sipas lumtimeve të gazetës TASS, numri është edhe më i lartë, që nga viti 2017, të paktën 96 deputet federal, 14 deputet të landeve dhe 4 eurodeputet gjerman kanë udhëtuar në Izrael me Elnetin. Asnjë organizatë tjetër nuk ka organizuar kaq shumë udhëtime për politikanët gjerman në këtë periudhë. Në mesin e të ftuarve ka përfaqësues të gjitha fraksioneve, përveç AFD-s, SPD-s dhe CDU-s, janë më të përfaqësuarat numerikisht. Në udhëtime janë marrë edhe kryetar bashkish, ekspert ushtarak dhe gazetar. 10 politikanë të tjerë gjerman, përfshirë ministra e sekretar shteti, kanë marrë pjesë në aktivitetet e Elnetit. Koordinatori federal kundër antisemitizmit, Felix Klein, udhëtoi me Elnetin në takimin vjetor të AIPAC-ut në Washington. Në këshillin e Elnetit bëjnë pjesë ministri aktuale e arsimit, Karim Prien, dhe ish ministre e drejtësisë, Brigitte Zypries. Një rrjet i tillë me vendimmarrës të nivelit të lartë nuk shihet shpesh, thot Timo Lange nga Lobby Control për TASS. Në faqen e saj, Elnet nuk përdor fjalën lobim. Përkundrazi, paraqitet si think tank dhe organizatë europiane e pavarur dhe si mbështetëse e dialogut dhe mirëkuptimit edhe në konfliktin Izrael-Palestinë. Politikanë me cilët ka folur TASS thonë se kanë udhëtuar me Elnetin duke besuar në këtë imazh.
por kur sheh aktivitetet e saj në Izrael, vëren një devijim të madh. Atje punonjës të lartë e Elnetit janë të lidhur ngushtë me lëvizjen e kolonëve dhe me qeverinë e Netanyahut, dhe aktivitetet jashtë Izraelit financohen pjesërisht nga kjo qeveri. Vitin e kaluar, shefi i zyrës së Tel Avivit u tha politikanëve izraelit se Elneti punon në koordinim dhe bashkëpunim të plot me Ministrinë e Jashtme, Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe Knesetin. Për këtë hulumtim të përbashkët me gazetar nga Franca, Izraeli dhe Shobaja, TAS analizoi dokumente jo publike, emailë të rrjedhura dhe zhvilloi biseda me ish-punonjës të Elnetit dhe deputet. Shumica e tyre kërkuan të mbeten anonim, ndërsa disa e quajnë veprimtarinë e Elnetit thjesht lobizëm shumë profesional, të tjerë shohin si mashtrim. Themelimi i organizatës në 2007 dhe drejtimi i saj politik lidhen ngushtë me Ranan Elias, me origjinë nga Beit Horon në bregun perëndimor të pushtuar, një ndër pikat e hershme të lëvizjes së kolonëve. Ai kishte punuar më parë për Aipakun dhe për zyrën e kryeministit izraelit. Partneri i tij financiar ishte biznesmeni Larry Hochberg nga Chicago, ish-kryetar i Friends of the IDF. Së bashku dëshironin të krijonin një organizatë lobimi që vepronte fshehtas. Nëse grupet që vepronin në Europë do të merrnin qoftë edhe 10% të buxhetit që ka lobizmi izraelit në SHOBA, ne do të mund ta ndryshonim botën, deklaronte Elias në vitin 2008. Që atëherë shumica e financimit për Elnetin vjen nga SHOBA-ja. Ndër mbështetësit ka figura pro-Trump, përfshirë miliarderin e ndjer Bernie Marcus. Në një faqe të drejtuar nga vetë Elias, ai përshkruan ndikimin e jashtëzakonshëm që Elnet ka ushtruar. Si kryetar i Elnetit, ai pretendon se ka rekrutuar figura të shumta drejtuese nga kampet politike qendrore në Gjermani dhe se ka ndihmuar që Gjermania të ndërmarrë një politikë të vendosur kundër lëvizjes së bojkotit ndaj Izraelit. Që prej vitit 2014, Elnet ka një zyrë në lagjen qeveritare të Berlinit. Ndër themeluesit e degës gjermane ishin ish-ministri i mbrojtjes Karl Theodor zu Guttenberg dhe partneri i tij Ulf Gartzke, që prej 2019-s organizatën e drejton politikani i CDU-s Carsten Ovens, shumë i lidhur me qarqet politike. Ovens deri në 2020 ishte antar i parlamentit të Hamburgut. Elnet deklaron për TAS se nuk punon për qeverinë izraelite, por njëkohësisht merr fonde prej saj. Dokumentet izraelite tregojnë disa pagesa nga Ministria e Jashtme për aktivitetet e Elnetit. Shpenzimet e udhëtimeve shpesh kalonin 5.000 euro për deputet. Pas udhëtimeve, pjesëmarrës të shumtë janë angazhuar fuqimisht për marrëdhëniet gjermano-izraelite, për thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe për masa kundër protestave pro-palestineze.